bamirësi, 200 euro bamirësi, 200 euro familjes bamirësi? Kaq. Apo te japin njëri, si është valla? Unë për veti kështu, unë e vendosa që në qësi marrë 2.000 euro, 1.000 euro bamirësi, 1.000 euro familjes tamë. Që që na gjë mbaj, kaq. Jo. Për t'ja dhuruar njërit për jush. Është njëri për jush. Është njëri për jush. Duhet me ndaj njërit për jush. Ose njërit për jush, ose ndajnë barabar. Po, 200 i marrësh ti, 200 ja japësh dikujt tu. Ka 400 i kena krej. Po, ato 400 euro të mija, të du mi do 200 euro bamirësi, 200 euro familjes E tanë. ja japësh dikujt këtu, nga ju. Bamirësi. Jo, është njëri për jush, kisi. Po, mos është shkujt me. Ha, moj ti, ha. Nuk ashtu kuptu kë. 400 euro shtëpia jo, kur dali jashtë, 200 euro për bamirësi është puna vetë. Jo, përse ka ashtu. Jo, 400 euro i kam unë. 400 euro që i kam unë, 200 euro i jap një fundacioni për bamirësi. Ja e qënë lajmarë, 200 euro. Jo, nuk është ashtu. Është njëri prej jush, briket. Do t'i ndani njëri prej jush. Pra ti do t'ja japësh tani. Jo, tha, ose mi do të i ka. A shumë është shkujt, njëri prej jush. Jo, ose mi pjesë ose njëri për Nëse ju bini dakord që da jemi njërit prej këtyre, Po që po them unë, moj? A i thot bamirësi t'ja qoj fondacionit. ajo bën çfarë doj me lekë të veta. Po jo, du të vinë dakord, thot, me tjerë. Allah, ti bi dakord me nda lekët me T'ja japësh njëri prej jush. Edhe po se është dakord automatikisht bin. Malo, bi dakord me atë 5 Po da pindojnë më bashkë, a pindojnë? Brigi, bi dakord me nda atë 5 bashkë, po, ti bi dakord ano 5 bashkë lekët. Kjo është ajo që do të Orva, po jo! Bravo, aq shtet! Kjo Ja, ishte ka 100 euro, bravo!